Përshëndetje. Ju do thoni pse jam unë pa make-up dhe Kristali e full glam. Duke qenë se Kristali ngeli duke thënë unë bëj make-up shumë mirë, unë jam më e mira në make-up, nuk ka njeri që bën make-up më mirë se unë. Unë kam vendosur që sot t'i bëj një challenge, do t'i mbyll syt dhe ajo do më bëj make-upin mua me sy mbyllur. Okej, mëse sa... Është mjaftueshëm? Po. Tani është e rëndësishme që të sfumojmë fondatinën. Edhe pak më lart të imi është. Okej, një sekond se nuk po të memorizoj dot ku ke... Po, se nuk më ke prekur. Kujdes se aty e me fondatinë. Bëra prap me fondatinë? Po. Sfumojmë fondatinën tek mallza. Më mos më bëj pis. Flokët nuk i bëj me fondatinë. A jemi mirë? Kam bërë gjë? Mjekrën e bëra, nuk kam bërë mjekrën. Okej, ky ishte hapi i parë. Tani unë nis pak ndryshe make-upin tim, se unë të parë të bëj vetullat edhe sytë dhe pastaj vazhdoj me këto gjërat e tjera, po tek ti do bëjmë një teknikë të re, okay? Teknikë të re. Unë i lyej i mbush vetullat, ti nuk i lyen, ti thjesht i shlyen, kështu që do bëjmë shlyerjen e vetullave. Brava. E çojmë deri në fund. Brava, ajo ishte. Edhe pak si bër besoj. Po normal. Okej. Bravo. Okej, jemi tek balli. Po, kujdes flokët. Okej. A mund ta gjejmë pak balli edhe ana tjetër e ballit, do të thënë. Kemi banën tjetër të ballit. Okej, bëjmë pak mjekrën. Një sekond, Klat, lutem mos bik larg, nuk të bëj gjë. Kjo është hunda? Po, ajo. Bëjmë cepat e hundës, që hunda të dali pak e hollë me këtë topping këtu. Okej. Edhe pjesën këtë më duket se nuk e bëra. Jo, nuk e përfaqen. Okej. Aty, bravo. Prit të shofi pa kamera se sa bukur e bë. A jemi okej? S'kemi qenë kurrë më mirë. Unë nuk mendoj që kam bërë ndonjë gabim deri tani. Kam për te shakave. Këtë ndoshta do bëj pa gabim kur të vendos shërpikët edhe tonin e syve. A është definuar fytyra? Po, nuk ka qenë ndonjëherë pa definuar. Okej. Besoj se këtë e kam bërë perfekt, nuk kam dyshime. Fute pak. Vendosim pak concealer tek hunda, pasi kemi vendosur konturin, që t'japi idenë që është hundë e mpret dhe e voçkël. Unë e bëj gjithmonë këtë, po harrova tek ti, faleminderit që ma kujtova. Okej, jam këtu. Si është këtu? Këtu. Okej. Këtë nuk ka shanse da kem përgabim, nuk ka shanse. Se kuptohet moza kur përret. Okej. Kujdes se mos... Të kam dhënë një që ka shumë pak pluhë që mos na bësh zhurtë. Bravo. Të nuk ka rëndësi, e vëmë gjithë fytyrën. Zakonisht, unë kur e vendos këtë vetë, sigurohem një që të thaj shumë pjesën poshtë syve, që mos më bjerë rimeli, por normalisht edhe pjesën tjetër të fytyrës. Tuke këtë, Xixa Tash unë mbaj mend që Klea donte këtë, edhe jam e sigurt që nuk po gaboj. Jo. Brava. Kjo ishte si ngjyrë shampanjë, ma më pëlqeu shumë. Shumë e bukur. Tash besoj se kjo është shumë e vështirë me thënë drejtën, se ka pak sytë është shumë e thjeshtë për të evidentuar. Pulpat e gishtave është shumë e thjeshtë që ti ta kuptosh reliefin e fytyrës. Tu kemi të bëjmë me një relief kodrinor të syve. Okej. A do nxitës tjetër? Mendoj se kjo shampanja është okej. Mendoj që jemi fiks me nxitës. Okej. Tani, Klea është person që përdor shumë eyeliner, unë kam shumë kohë që se përdor, shumë rrallë, zakonisht ma bën make-up artist, se vetë kam shumë kohë që se bëjmë. Nuk jam do të thënë, dukem fiksi vetja. Tash, eyelineri është shumë i vështirë për të bërë dhe sy hap, imagjino sy mbyll, po unë do përpiqem të bëj maksimumin tim. Tani, ky është bishti i syrit te kamera, ky është bishti i syrit. Një sekundë, se më duket e çova më lart. Ja, jam e sigurt që këtë se kam bërë mirë. Ma ndjen intuita. Tash e nisim gjithmonë nga... Prit. Tash më thuaj nëse të qërroj, ja? S'ka që? Apo këta që? O, jo, sinqerisht kjo është shumë e vështirë, nuk e bëj dot.
Tani, kur bëni rimelin, duhet që të shikoni poshtë, pastaj të shikoni Okej. Tani shiko poshtë, Po. tani shiko lart. Okej. Tani shiko djathtas, tani shiko majtas, e shiko gjak. Tani hapi syt, për ta defi... Ore, japi kam sytë, nuk e di se për çfarë po flisni ju. Okej. A je bërpis? Jo. E kam seriozisht. Shiko, është artistike, ka dalë shumë artistike. Unë bëj buzëve shumë overline. Për vete. Se ti ke buzë pak më... Ja, është okej? Ka qenë ndonjëherë më bukur se sot. Mbaje tamam gjendje të lirë? Sa ke çështje? Mbaje gjendje të lirë, mos e fry buzën. Nuk e fryma, më ta bësh të buzë, për shembull, do ishte shumë bukur. O Klea, ku jeton Ti shku? ke vetëm mbaje se apo ju në buzë. Okej. Okej? O Klea, një sekund. Se si të morë vesh. Rri Pri, këtu. kujdes mos me bëj vlogët me një për gjas. Okej, e gjeta. Okej. Është okej? Do dhe pak? Jo, jo. Prit para se të më shofësh ti të më shofin këta. Mendoj që e ke të i kaluar gjitha aftësitë e tua si make-up artist. Je gati? Prit, je gati? Prit shof kamerën. Ta shof? Oh, nuk është e qke. Okej, këtu, jo, një sekund. Një sekund. Kemi bë pa cover line. Të bëjmë... Tani, bëjmë një analizë. Këtu, çfarë është kjo që kanë vu këtu? Xixat nuk Jo, janë. jo, këtu në qendër. Xixat supozot ishin, po nuk janë xixat. Po kjo kafja? Konturi. Tani, ky peneli është, domethënë, si sy mbyllur, I swear është perfekt. Ky është shu si art kontemporan. Po. Unë duket si art kontemporan. Syt ti kam lysh shumë mirë, përveç se ka ra rimeli shumë pak, ndoshta sepse nuk e tha mirë. Jo, po kishe marrë, ja ku është pjesa tjetër e rimeli. Po, e ka marrë me furt. Po. Okej, unë dua që ju të tregoni shumë të sinqerta në komente dhe të më thoni se çfarë note doni që t'i vendosi make-upit tim sy mbyllur. Herën tjetër do ta provoj unë. Jam shumë e sigurt që do ta kisha bërë shumë mirë. Po, a ti kam prishur make-upet? Jo, s'ka gjë. I ke bë pa cover line. Shumë faleminderit Crystal që më ktheve në një Frida Kahlo. Në një zan. Okej, po mendonim njëjtën gjë. Faleminderit. Mua.